Përshëndetje nga bota e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë, është java e parë e muajit gusht. Le të shikojmë çfarë energjie do na sillin yjet për këtë fillim jave për 12 qenjat e zodiakut për ditën e hënë 3 gusht 2026. Ju faleminderit. Peshore, energjia e dashit dhe luanit të hënën të mbushin me entuziazëm dhe të sjellin një dëshirë të fortë për të dalë për të argëtuar dhe për të qenë pranë njerëzve. Kjo ditë nuk është dita për të mbyllur vetëm në shtëpi. Bëj një përpjekje për të kaluar kohë me njerëzit që kanë më shumë rëndësi për ty. Kontaktoj një mik me të cilin nuk e folur prej kohës, organizoj një dalje spontane ose nëse je në një lidhje, surprizo partnerin me një takim të pa planifikuar. Ndonjëherë momentet më të bukura janë pikërisht ato që nuk i planifikon. Nëse je beqar dhe kërkon dashurinë, 3 gushti mund të jetë një ditë shumë interesante për ty. Mos qëndro në pritje që dikush të afrohet. Dil, socializo dhe lejoje veten të jesh pak më filtrues. Një bisedë e zakonshme, një njohje e papritur apo një takim spontan mund të kthehet në diçka më shumë interesante. Mund të jetë pikërisht dita ku takon dikë që të tërheq vëmendjen në një mënyrë të veçantë. Peshore, hapu ndaj njerëzve, ndiqe energjinë e momentit dhe mos ke frikë të tregosh interesin tënd. Dashuria mund të jetë shumë më afër nga sa mendon. Akrep, të hënën je në një pozicion ideal për të çuar gjërat përpara. Karriera është në qendër të vëmendjes dhe ti ke gjithë energjinë për qëndrimin dhe vendosmërinë për të bërë përparim serioz drejt qëllimeve të tua. Lidhja harmonike mes diellit dhe hënës të jep një shtysë të fortë për të vepruar. Ke dëshirë të mos humbasësh kohë dhe të përfundosh gjithçka që ke në listën e detyrave. Ajo që më parë të dukej e vështirë, sot mund të të duket shumë e realizueshme. Por ajo që e bën këtë ditë edhe më të veçantë është arsyeja se po punon kaq shumë. Më 3 gusht nuk je i shqetësuar për të provuar të tjerëve se çfarë je në gjendje të bësh dhe as nuk ke nevojë për duartrokitje apo miratim. Ti po ndjek ëndrat e tua sepse i dëshiron për veten tënde. Nuk të intereson shumë çfarë thon të tjerët dhe nuk e ndërmend të lejosh opinionet e tyre të shpërqendrojnë. Vazhdo përpara akrep, punon në heftje, qëndroj fokusuar dhe lëre rezultatin të flasë për ty. 3 gushti është dita për të punuar për ëndrat e tua, jo për të shqetësuar se kush po të shikon. Shigjetar, ti je në versionin tënd më të mirë kur je i emocionuar për të ardhmen dhe me diellin në luan, më 3 gusht ke shumë arsye për të parë përpara me optimizëm dhe entuziazëm. Kjo është dita perfekte për të planifikuar një udhëtim që e ke dëshiruar prej kohës. Nëse ke pasur një destinacion në mendje, fillo të mendosh seriozisht si ta bësh realitet, ose thuaj po diçka të re që zakonisht do ta shmangje. Dil pak nga zona jote e rehatisë dhe përqafo anën tënde aventuriere. Mos haro se natyra jote e lirë dhe entuziazmi për jetën janë shumë tërheqës për njerëzit përreth teje. Të hënën energjia pozitive mund të të afroj me persona që kanë të njëjtin këndvështrim dhe të njëjtën dëshirë për të jetuar, zbuluar dhe përjetuar gjëra të reja. Ji i hapur ndaj njohjeve të reja, sidomos ndaj atyre njerëzve që të bëjnë të ndihesh më i gjallë, më i frymëzuar dhe më shumë vetvetja. Shigjetar, mos ki frikë nga e panjohura. Ndonjëherë aventura që të ndryshon jetën fillon me një po të vetme. Bricjap, është koha të synosh më lart. Ti ke prirjen të jesh shumë praktik dhe shpesh vendos qëllime që duken të sigurta, të arsyeshme dhe të realizueshme. Por më 3 gusht, energjia astrologjike të nxit të mendosh shumë më gjerë. Nësa dielli në luan krijon një lidhje harmonike me hënën në dash, ti inkurajohesh të ndërosh më shumë dhe të mos vendosësh kufi për veten përpara se të provosh. Pyete veten, çfarë do të doje të arrije nëse gjithçka do të ishte e mundur? Mos u përqendro te kufizimet që mendon se ke. Mos thuaj nuk mundem, vetëm sepse rruga duket e vështirë. Ndonjëherë ajo që të pengon më shumë nuk është mungesa e aftësive, por frika se mos synon diçka shumë më të madhe. Ti je më i fuqishëm nga sa mendon. Ke disiplinën, durimin dhe forcën për të ndërtuar diçka të jashtëzakonshme, nëse i lejon vetes të mendosh më larg. Bricjap, mos u mjafto vetëm atë që të duket e sigurt. Më 3 gusht, shiko më larg, ndëro më shumë dhe beso se mund të arrish shumë më tepër nga sa ke imagjinuar. Ujor, më 3 gusht, ndihesh më i guzimshëm se zakonisht për të thënë atë që ke në mendje. Nuk ke më nevojë ta përgatitësh një bisedë 10 herë në kokë përpara se ta thuash. Hëna në dash dhe dielli në luand të japin një dozë të madhe vetbesimi dhe të ndihmojnë të shprehesh hapur.
Këtë të hënë nuk e frikë të thuash atë që duhet thënë. Nëse ke mbajtur diçka brenda vetes prej kohësh, kjo mund të jetë dita për ta nxjerrë në dritë. Fol me sinqeritet, por pa haruar të respektosh ndjenjat e të tjerëve. Dhe pjesa më e bukur, gjërat mund të shkojnë shumë më mirë nga sa pret. Njerëzit përreth teje janë çuditërisht të hapur ndaj asaj që ke për të thënë. Ajo që ti mund ta kesh imagjinuar si një bisedë e tensionuar, mund të përfundojë duke sjellë mirëkuptim dhe lehtësinë. Të hënë në një bisedë e sinqert mund të pastrojë ajrin dhe të largojë keqkuptimet në vend që të krijojë tension. Ujor mos ki frikë nga e vërteta, thuaj atë që duhet thënë me qetësi dhe sinqeritet, sepse ndonjëherë një bisedë e hapur është pikërisht ajo që nevojitet për të vendosur gjërat në vendin e tyre. Peshqit. Peshq, këtë të hënë mund të ndihesh jashtëzakonisht produktiv. Ke më shumë energji dhe motivim për të marrë me ato gjëra që i ke shtyr prej kohësh, qoftë në punë, qoftë në shtëpi. Detyrat që vazhdimisht i ke lënë për më vonë, tani të duken më të lehta për të përballuar. Shfrytëzoje këtë energji për të organizuar veten, për të përfunduar punët e mbetura dhe për të bërë hapa konkret drejt qëllimeve të tua. Por kujdes peshq, mos e tepro. Energjia e fortë e zjarrit mund të përplaset me natyrën tënde më të qetë dhe intuitive, duke të bërë të shtysh veten përtej kufive. Edhe nëse je shumë i motivuar për të arritur diçka brenda një dite, nuk ke pse ta bësh të gjithën menjëherë. Produktiviteti nuk do të thotë të lodhesh deri në pikën e raskapitjes. Sa punon për objektivat e tua, mos harro ekuilibrin. Merr pushime, kujdesu për veten dhe dëgjoj sinjalet që të jep truri dhe mendja. Peshq, suksesi nuk është vetëm që të arrish qëllimin, por edhe të kujdesesh për veten gjatë rrugës. Puno me energji, por mos harro të ndalosh të marrësh frymë dhe të rimbushesh bateritë. Pra, ky ishte parashikimi i hyjeve për 12 sinjat e zodiakut për ditën e hënë 3 gusht 2026. Ju uroj një javë të mbarë, ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.